Mbamën diçka që në momentin që flasim për biznes, flasim që ti duhet të shtosh vlerë te klienti yt dhe klienti yt do qartësi. Janë shumë biznese, janë shumë pronar biznese që thonë, më mos se këto klientët janë katonar. Më mos se këto klientët s'morin vesh. Më mos se këto klientët. No. Në Closer Masterclass ne themi që komplet gjë ndryshe. Në programin tim dhe në akademinë time, Eri Business Academy, neve kemi një gjë që quhet klientët janë inteligjent. Janë jashtëzakonisht shumë inteligjent. Edhe nëse ty të duket kështu, ai është jashtëzakonisht inteligjent. Problemi është tek ty që ti nuk di të lexosh sinjalet, nuk di se si ti konvertosh sinjalet në veprim për biznesin tënd. Klientët gjithmonë t'japin sinjale, kurse ti nuk di se si këto sinjale ti konvertosh në veprim. Produkti shumë i shtrenjtë. Produkti shumë i shtrenjtë. Kam një produkt që klientët gjithmonë ankohen e thonë, ma uli çik. A është kjo që e shqetëson biznesin tënd? Welcome to the club. Të njëjtin gjë kam pas atë. Gjithmonë klientët ankohen për produktin e shtrenjtë. Po mbamën diçka. Në qoftë se klienti thotë, produkti është i shtrenjtë, ai nuk ka të qartë vlerat që produkti jot jep.